Çështja e sigurisë të shtetet është gjithë, si më thonë, prej kur njihen e kur informu shtetet e kanë pas, si themi, pikë të fortë ose të kujdesit që vazhdimisht edhe kanë punu, edhe janë kujdes edhe kanë investu. Po këto vitet e fundit, kjo tashmë është prioriteti i parë. Si më thonë, duke po konfliktet, luftat, sidomos mas luftës Rusi-Ukrainë, që kjo është një për arsye që për një me që kjo shtet duhet me u kfjellë, duhet me menu, edhe duhet me punu shumë ma tepër në këtë drejtim. E nuk mjafton veç me dale me thonë që unë ndava kaq miliane për forcoj ushtrinë për bëj këto, për shkak se tashmë po bota shumë ka avancu e teknologjia, sot ma i fuqishëm është truni, strategjia, idetë e njerëz profesionistë që i kjetin në krye të tyne organët të sigurisë, se sa ndoshta armatimi e fuqia ushtarake, që ato me dashnë nuk mujna me bon, se jena t'i fort për një shtet i cili ka, si me thonë, me që ka është drona, sa ka kokë banori Kosova i ka vish një biznismen. E mos flasë ma për këto, tani janë strategjit, është mënyra se qysh i qasës në aspektin e diplomacisë, e aq ma tepër tani kur vjen pyetje degradimi i këtyne viteve të fundit me këtë instancat e sigurisë. Kuti sot ma shumë se sa asnjëherë më parë, sot ti nuk ke motiv të njerëz të cilët bartin uniformat, qoftë ushtrisë, qoftë policisë, që nuk e kanë qatë motivin që dikur ose janë sfidu, ata motivin personal e mbajnë, motivin e kushtet punës e kanë problem. Nuk e ka mungu kur kë entuziazmi ose kë respekti, kjo dashnia e madhe që ja dhon qytetarët, po i ka keq trajtu pushteti i Kurtit. Veç nëse e marrim jo në ushtrinë, por nëse e marrim se policinë, që i ka bo me degradimin ose fyrin që ja bëjke kur i nxerrë njësitet, kur i laket njësitet speciale, mi po der ata njerëz me tënë ato përgatitje, e ata që jemi mburr krejt ky vend, i lanë me dalë me protestu para qeverisë për rritje paga. Për rritje paga me plot arsye për shkak se inflacioni ishte shku dikon 22% totale përmi 60% të produktet bazë.